Zonja Ministre, unë e lexova raportin siç e kanë lexuar edhe kolegë të tjerë, të them të drejtën, me pak përjashtime mund të jem nga personat që nga 2009 kam lexuar raporte e qeverie dhe ky është i vetmi ku më e gjatë është lista e ligjeve se vetë raporti. Mbi 45 faqe të raportit është vetëm një listë ligjesh që me thënë të drejtën nuk na jep ne një sens edhe të reformave të nevojshme, po edhe për cilësinë që sjellin këto. Parlamenti nuk është një fabrik ligjesh. Parlamenti ka detyrë sigurisht që t'i miratoj këto ligje, po kujdeset edhe për cilësinë e reformave që disa kolegë këtu e përmendën. Unë dua të ngre 3 shqetësime, në fakt edhe 2 pyetje në lidhje edhe me atë që ju prezantuat për 2 tema, një e para është prokurimi publik dhe e dyta lidhet edhe me një pjesë të drejtave të njeriut. Ju përmendët në fakt një listë të gjatë angazhimesh dhe detyrash të kryera për sa i përket reformës në drejtësi dhe për sa i përket detyrimeve që qeveria ka kryer edhe për gjyqësorin dhe për prokurorin. Në fakt, harruat ose anashkaluat që të thonit që vetëm 5 rekomandime janë në raportin e Grekos të plotësuara plotësisht. Të gjithë të tjerat janë pjesërisht të plotësuara dhe unë kam këtu raportin, kam dhe rekomandimet e hapura 6 prej të cilave nuk janë plotësuar fare. Akoma qeveria nuk ka filluar punën për t'i plotësuar to. Unë nuk di se ku e gjetët referencën për sa i përket çështjeve